Nuk është një si me tu i nështruar, si i rebeluar, si i penduar dhe si me katar, nuk është njëtëm. Sa Allah tha, e fenegjelil muslimin e kelli mujrimin, a thua valë mendua se kena me i trajtu njëjtë besimtarët dhe mëkatarët dhe kriminalet, ma e lekum kefi të ahkumun. Qka është puna juaj që kështu mrap gjykani? Me ne të ka thonë, se vaun mahjahum o me matum, a mendua se kanë me pas një tjetë në vdekin? A komë si në mështë danë me menu për shamu se, valla, aj që bënë mëkat edhe nuk beson në Allah të barë këtëra, mund tjetë ma i qete, ma rahate, ma i mirë se, a mund, gëbim e ke, a mund të ketë shamu i praktik, njëtë në përdeshme me të kundë, mund të ketë, në shkak se ka dështu i duhuri, pa i dash me qenë që shtut, jo, apëtën, na menojmë se, na jemi të bindur, kur thëmë menojmë, ka kom në fillim, jemi të bindur, se lumturia dhe kënaqësia janë krijesat e Allahut Azza wa Jall. Allahu te barek ve taala ndan sikur se ujin dhe bukun, edhe lumturinë e kënaqësinë e don Allahu Azza wa Jall. Po, e qysh fa në ato që Allah kanë që to është kënaqësia, ti e lypë nuk e gjon.